Pika 5 e rendit ditës, opinion mbi projektligjin për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Projektligji i dërguar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ju është përndarë gjithëve. Më poshtë po vijoj me leximin e shkresës së ardhur nga zyre e Kuvendit. E nderuar zonja kryetare e Këshillit Bashkiak, të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak. Është e Këshillit. Në emër të grupit deputetëve propozues të mazhorancës parlamentare, anëtar të Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale, më lejoni të drejtohem me këtë letër për t'ju paraqitur propozimin për Reformën Administrativo-Territoriale 2.0 dhe për të kërkuar mendimin dhe kontributin tuaj institucional në procesin e konsultimit. Të nderuar, Reforma Administrative Territoriale e vitit 2014 shënoi një ndryshim themelor në organizimin e pushtetit vendor në Shqipëri. Ajo i dha fund sobëzimit të skajshëm të territorit, duke kaluar vendi nga 373 njësi të qeverisjes vendore në 61 bashki, më të mëdha dhe me më shumë mundësi për të ushtruar funksionet e tyre. 10 vjet më vonë, rezultatet e kësaj reforme janë të dukshme. Të ardhurat e vetat bashkive janë ndërritur ndjeshëm, detyrimet e prapambetura janë ulur, kapacitetet administrative janë forcuar dhe një pjesë më e madhe e buxheteve vendore është orientuar drejt investimeve dhe shërbimeve për qytetarët. Për herë të parë u ngrit gjithashtu një sistem kombëtar për matjen e performancës së bashkive. Por pikërisht përvoja këtyre 10 viteve ka nxjerrë në pa edhe sfida të reja. Reforma administrative territoriale 2.0 nuk është një mojim i reformës së vitit 2014 dhe as kthim pas, ajo është faza e dytë e të njëjtit proces reformues. Shqipëria e vitit 2026 nuk është Shqipëria e vitit 2014. Dinamika demografike, ekonomike dhe territoriale ka ndryshuar ndjeshëm, ndërsa zhvillimi ndërmjet bashkive mbetet i pabarabartë. Disa bashki kanë mundësi të investojnë, të tërheqin aktivitet ekonomik dhe të ofrojnë shërbime me standarde të larta, ndërsa të tjera përballen me tkurjen e popullsisë aktive, me të ardhurat të kufizuara dhe me mungesë burimeve njerëzore të specifikuara. Në të njëjtën kohë, përparimi i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian vendos përpara pushtetit vendor kërkesa të reja. Rreth 70% e legjislacionit evropian zbatohet në nivel vendor në fusha si planifikim, mjedis, menaxhimi i mbetjeve, transport, zhvillimi ekonomik lokal dhe shërbime publike. Edhe përfitimi nga fondet e ardhshme të kohesionit dhe zhvillimit rajonal kërkon bashki me kapacitete të forta administrative, teknike dhe financiare. Përballë këtij realiteti, objektivat tona janë të qarta: bashki efikase dhe me kapacitete reale, bashki të afta të funksionojnë në hapësira europiane, ruajtja e identitetit vendor, ekuilibër ndërmjet efikasitetit dhe afërsisë me qytetarin, si një zhvillim i balancuar në gjithë territorin. Për ndërtuar një reformë të mbështetur në fakte dhe nevoja reale të territorit, Kuvendi ngriti Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformë Administrativo-Territoriale, që në fillim zgjodhi një model të pazakontë bashkëpunimi politik, bashkëdrejtimin në Komisionin dhe përfaqësimin e barabartë të mazhorancës dhe të opozitës. Ky organizim u zgjodh sepse një reformë që prek organizimin e territorit dhe jetën e komuniteteve të jetë pronë e një pale politike apo e një mandati të vetëm. Në kuadër të këtij procesi, Komisioni zhvilloi digjesa në 11 qarqe dhe 10 takime me qytetar, kryetar bashkish, këshilltar vendor, përfaqësues të biznesit, universiteteve, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit. Mbi 3500 qytetar morën pjesë në këto konsultime. Ju shpreh minjoren time të veçantë për kontributin që keni dhënë në këtë proces. Mendimet, shqetësimet dhe propozimet e drejtuesve vendor kanë qenë thelbësore për të kuptuar më mirë problematikat e territorit dhe drejtimin që duhet marrë reforma. Nga konsultimet doli qartë se qytetarët nuk e shohin reformën thjesht si çështje kufish apo hartash administrative. Ata flasin për ujin, për shkollën, për transportin, pastrimin, kujdesin social, kanalet, vanditse dhe cilësinë e të gjitha shërbimeve. Qytetari nuk jeton në hartë, ai e përjeton pushtetin vendor përmes cilësisë së shërbimit që merr çdo ditë. Pas përfundimit të mandatit të komisionit, u gjendën përpara një zgjidhje të qartë: ta linin pa rezultat një proces të nisur ose ta vijonin atë me përgjegjësi duke kthyer dëgjimin, ekspertizën dhe analizën në një propozim konkret. Zgjodhëm të vazhdojmë sepse Shqipëria nuk mund të humbas kohë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe ndërtimit të bashkive europiane. Propozimi që përcjellim është rezultati i analizës së 10 viteve të zbatimit të reformës së vitit 2014, i përvojës së krijuar gjatë kësaj periudhe, i digjesave publike dhe i punës së ekspertëve të komisionit. Bashkëlidhur kësaj kërkese do të gjeni dhe raportin detajuar analitik të përgatitur nga ekspert, i cili paraqet të dhëna gjetje dhe argumenta me të cilat përshtatet ky propozim. Modeli propozuar ruan bashkinë si të vetme njësi të qeverisë vendore me një kryetar, një këshill, një administratë dhe një buxhet të vetëm. Organizimi i brendshëm propozohet kalon nga skema bashki njësi administrative në skemën bashki qytet njësi administrative. Qyteti do të shërbejë si njësi funksionale e planifikimit, përfaqësimit dhe organizimit të shërbimeve. Për çdo qytet propozohet caktimi një nënkryetari përgjegjës për koordinimin administrativ dhe zbatimin e shërbimeve në territorin përkatës. Nuk krijohet një nivel i ri pushtetit vendor dhe nuk shtohen struktura apo kosto administrative.
Këshilli Bashkiak do të vazhdojë të jetë organi përfaqësues i bashkisë, por përbërja e tij do të pasqyrojë në mënyrë proporcionale peshën demografike të qyteteve përbërëse. Kryetari i bashkisë do të vazhdojë të zgjidhet drejt për drejt nga i gjithë trupi zgjedhor i bashkisë, duke ruajtur një ekzekutiv të unifikuar dhe një përgjegjës të qartë politik. Ky organizim synon të ruajë identitetin historik dhe qytetar të qyteteve, të forcojë përfaqësimin e tyre politik, të ofrojë koordinimin e shërbimeve me komunitetin dhe të krijojë një nivel më të qartë territorial apo për planifikimin e zhvillimit dhe monitorimin e performancës. Në përputhje me nendet 89 dhe 90 ligjit numër 139 fraksion 2015 përveç qeverisë vendore të ndryshuar, ju kërkojmë që Këshilli Bashkiak ta shqyrtojë propozimin në mbledhje dhe të miratojë mendimin e zyrtar duke pasqyruar në aktin përkatës edhe qëndrimet kundër ose alternativa nëse ka. Bashkëlidhur ju i është dërguar gjithëve dhe propozimet, hartat administrative territoriale dhe dokumentacionin argumentues përkatës. Faleminderit, ky vendim duhet përcjellë brenda afatit 6 ditor, prandaj dhe sot i është paraqitur Këshilli Bashkiak.